Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri në podcastin Flasim Arbërisht, podcast i cili ka si synim të bëjë të dukshme të folurën arbëreshe, dialektet e ndryshme në komuna të ndryshme në të gjitha rajonet ku janë prezent në Itali arbëreshët, në Molise, në Kalabri, në Sicili, në Napoli, kudo që ata janë. Sot kam kënaqësinë të bëj me dije që i ftuar i ditës është profesor Luis De Rosa. Luis De Rosa është nga Ururi, në rajonin e Molisit dhe jeton në Durrës. Faleminderit profesor që pranuat ftesën. Faleminderit jush për ftesën. Është kënaqësi. Mund të rini qetin mbështetur se dukeni mjaft mirë. Profesor, më tregoni origjinën e emrit tuaj që ka të bëjë me të folurën arbëreshe. Atëherë, origjina e mjembrit tim, dhe kunjomit, o mi arbrisht, se na edhe të pëngju hajone, për shemë nga medioevi, nga mesjeda. Gjithë fjalë që ju keni nga Turkishtja, ne i kemi nga Italishtja, fjalë të reja. Kemi, dhe më thënë, arbërishtja është gjuhë shqipe, antike e italianizuar. Patjetër. Kemi shumë, unë edhe dojherë talem me shqiptarë. Do merda në Shqipëri për të bërësuar Shqipen dhe mësova turkisht. Kemi fjalë turke, në gjuhën letrare nuk ka fjalë turke. Kurse ne arbresht, të më thënë, kemi shumë fjalë nga italisht. Nga italisht. Origjina l'origine... Profesor, mbështetu në karike se dukesh më mirë, se të pret... Ricet ashtu, Vjen nga krosi i matit, si për ricercat që bërau, atim vjen origjina. Pse? Teke ata që kanë krijuar Rurin, janë ushtarët e Skënderbeut. Skënderbeu, ku i miri ushtarët, nuk i mishin në Vlorë, që ati nuk fundonte. E i mori ke krasë, edhe mjembrat që janë sot, ishtë Dorza, mjembri original. Dorza, Udarës, Odorosë, Odorizë. është bërë De Rosa. Dorza është bërë De Rosa. është italianizuar, do me thënë. E kanë italianizuar, se si të bëjë, për shembull në Kalabri, është Dorza. I njëjti mjembër në Kalabri dhe në Sicili. Jetëm edhe ke Sicilia, në Meggiuso, një fshatë ku nuk nga fonjen më arbërisht. Nuk fjasin arbërisht. Nuk fjasin më arbërisht, por ati ka edhe mjembrat, ka edhe Doroza, Doriza. Në fakt ky italianizimi i mbiemrave është edhe italianizim i të jetuarit arbëreshve. Sepse më rezulton që të folurit arbërisht, siç e keni ju flisni edhe gjuhën letrare shqipe, jo më gjuhën arbëreshe, po fëmijët në komunën tuaj të Ururit, ku ju keni lindur, fëmijët aty bëjnë një herë në javë arbërisht. Mendon se mund ta mësojnë me një herë në javë arbërishten? Ishte pa mundur. Është pa mundur. Nga mundjet, dajën nga shkolla e vuen gati në mes udhës e flasin prap italishtën. Prap italishtën. Edhe në shtëpi. Edhe në shtëpi. Prindrit rezulton që e flasin, kush ka nënën arbëreshe, e flet arbërisht. Nëse kanë të di prindrit arbëresh, flasin. E kuptojnë, domethënë. Por edhe ata, kur dalin me miqt, nuk e flasin bë, flasin italisht. Se tashti është edhe rumuni. Për ABC News Albania, shkova në komunën, në zyrat e komunës, dhe aty më thanë që flasim edhe në zyra arbërisht. Ke sportele dygjysore. Si, ata është gjenera, pas e di që ndodhet, kur rriten e shkojnë të më thënë ke shkollat e dhe dajnë jashtë, për mos si kuptojnë tjerit, prap. Cila është zgjidhja sipas jush, profesor? Si mund ta bëjmë që fëmijët ta mësojnë gjuhën arbërishte dhe kur t'ikin të studiojnë në Kozenca, në Rom, në Firenze,
në Washington, në Bruxelles, ta marrin me vete, të mos e harojnë. Po, ajo ndodh akoma sot, për kush e di për sa mund. Qofse do ta bëjmë obligatore, të detyrueshme, mësimin e gjuhës në shkolla, si mësohet historia, si mësohet italishtja, si mësohet biologjia, matematika, a do ta haronin dot fëmijët këtë gjuhë të mrekullueshme? Ashtu do të jetë, do të jetë obligatore me të obligojnë të mësojnë. Si thuhet obligatorje, e detyrueshme në Shqip? Nuk e përdorim. Unë e përdor se e detyrueshme. Do të detyrë. Na për shembull detyrë, dishim të thënë borxhi. Në kuptimin do të thënë detyra është borxhi. Qa të tjirë ke? Pra, detyre, ke borç, i ke borç kombit, i ke borç shtetit, pra ne duhet të mësur gjuhën, jam dakord me semantikën e fjalës borç, të detyruesh. Jam shumë dakord. Është e dura. Ashtu e kemi na, si për shembull kur më merr një kontribut. Për thot marhua. Po, hua, ashtu është, hua. Marhua. Ma bjene veaqë që ma hua, edhe kur për shembull gjëri është i vjetër, thot ai huket. Po. Është gjuhë e bukur arbërishtja, profesor. Mua më duket melodioze edhe kuptim plot. Unë çdo fjalë bëj etimologji. Për shembull, kur bëja mësimet, e më thoshin gjithmonë, thonjën shqiptarët, që do me thënë, u thash jo, gjithmonë, di që është shkurtimi i fjalës gjithmotin. Gjithmotin, shumë sakt. Profesor, ka dhe një gjë tjetër që duhet rregulluar, që më rezulton në intervistat që bëj për podcastin Flasim Arbërisht, jo të gjithë janë dakord. Duhet apo nuk duhet unifikuar gjuha arbëreshe? Duke e lënë dialektet në për komuna, sepse janë gjyra që e pasurojnë gjuhën. Po ama, ajo që të mësohet në shkolla duhet jetë një dhe e vetme. Atëhera, si e mendoj unë? Po. Atëhera, janë të lirë njerëzit të flasin atë që duan në shtëpi. Por për të kuptohemi gjithë, duhet të flasim gjithë një gjuhë. Atëhera, na mund të flasim edhe arbërishtën. Nuk do të mësojmë Shqipen në vend të arbërishtën. Por e para do përdorim të gjithë një alfabet. Po. Përveç se ti e shqiptar. Shqipëria me Kosovën përdor një tekst abetare. Se ku se përdorin dhe arbëreshët një tekst abetare? Po, një alfabet do e përdor. Unë kam zbuluar vetë personalisht një 5 alfabetet realizuara nga arbëreshët. 5 alfabetet të ndryshme. Jo, duhet të përdor të gjitha një alfabet. Atëherë, ne kemi atëherë alfabeti i Shqipës, ai të më thënë zyrtar, sa zëra kemi na? 36 zë. 36 gërma ka Shqipëja. Ai përgjigjet, sidomos për shembull për dialektin e Ulurit, ai na përgjigjet një. Pastaj, nëse pastaj na lën e shikojmë ë, ose yn e shikojnë i, është punë tjetër. Për shembull në Uluri, yja, një herë u bë i, një herë u bë u. Për shembull brilli, taj do mi brullë. Brulli. Pra duhet unifikuar edhe mësuar në shkolla me një të unifikuar. Të gjitha dialektet le të mbahen. Ashtu që flasin në Motel Qifone, ata që flasin në San Benedetto Ulano, apo San Benedetto, le ta flasin dialekt. Por rregulla një, sepse pastaj nuk kuptohemi. Nuk kuptohemi, nuk me heremi veç. Për shembull ne në Aurori, juha jone, i përgjan më shumë ataj, juh që flasin në horën arbërisht, në pjana, se me ata të karabrisht. Ata janë aty, unë vura re, profesor, në eksperiencën time gazetereske, kur isha në Aqua Formosa, të gjithë puntatët e realizova në gjuhën arbëreshe, sepse të gjithë e flisnin. Kur zbrita në San Benedetto Ulano, u detyrova t'i bëja disa intervista në italisht, sepse nuk kuptoheshin, sepse aty flitet më pak, sepse
San Benedetto Ulano është më afër Kozencës. E sigurisht, kjo ka influencuar, kurse Aqua Formosa është më e izoluar dhe kjo i ka ndihmuar ata ta ruajnë gjuhën. Prandaj duhet të futet në shkolla në mënyrë obligatore. Sipas meje, unë për Radio Radikale jam duke e promovuar si ide, me ABC News Albania jam duke e promovuar si ide, me Radio Televizioni Shqiptar ku kam punuar duke e promovuar, duhet një marrëveshje e re Rama-Meloni, i dy qeverive, për të ruajtur gjuhën arbëreshe. Çfarë do thot marrëveshja? Marrëveshja do të thotë që qeverit marrin përgjegjësitë e tyre politike dhe i konvertojnë në ligj, i konvertojnë në financa, në buxhet, sepse pa financa dhe pa buxhet kjo gjë nuk realizohet. Në shkolla kush do mësoj, kush është i laureuar, duhet paguar. Apo jo? Si mendon ti, kjo gjë, a do ta zgjidhte problematikën? A është rruga e vetme kjo për ta zgjidhur problematikën? Pa, ai që quhet tek ne. Pa pare, as prifti nuk më shon. Edhe prifti vetë, me ndo të tjerët. Jam shumë dakord. Po, duhet kesh përpara një projekt, duhet edhe mbështetur me pare. Po, patjetër. Senza soldi. Pra, edhe ju jeni dakord që marrëveshja Giorgia Meloni, Edi Rama është vetmja rrugë që mund të shpëtojë gjuhën arbëreshe nga zhdukja. Patjetër. Me marrëdhënie që bipalëshe. Atëherë edhe Shqipëria duhet të këmbgull, po nëse ti nuk më jep të, unë nuk më jap të. Aty do bësh investime, ka detyrim kushtetues Shqipëria. Në preambullën e kushtetutës duhet kujdeset për shqiptarët jashtë atë dheu. Patjetër, duhet të investosh në Shqipëri. Atëherë të jap licencën nëse ti më bën të për mua. Jo, ka një marrëdhënie shumë pozitive midis kryeministres italiane dhe kryeministrit shqiptar. Ky pozitivitet duhet shfrytzuar. Po. Okej, profesor, dhe dy fjalë për zgjedhjen tuaj që të transferimit në Durrës. Tashmë jeton midis Ururit dhe Durrësit. Po, është për ajrja. U jam me ti kom si. Do me thënë, kam di më mdhera, do me thënë. Po, ke Ururin në Itali dhe Durrësin në Shqipëri. Po, janë di vendet që i dua shumë. Edhe bën gjën më të mirë, sepse arbëreshët janë një urë lisë midis Italisë edhe Shqipërisë. Kështu që Shqipëria është atë dheu juaj, ju duhet jetoni në mënyrën më të mirë edhe këtu. Siç jetojnë në Itali 550.000 shqiptar të kohës moderne. Përveç ju që jeni 200.000 sa jeni. Edhe tek ne, për shembull, kemi disa familje në Ururi, që janë familje të përzime me martesa me shqiptar. Shqiptar, shumë mirë, gjëja më e mirë. Shumë që u integruan edhe atje. Ato flasin shqip edhe arbërisht pa problem, familjet e integruara me shqiptar. Kështu që sa më shumë familje të tilla, këtë sugjerova edhe unë në emisionin Të gjitha rrugët të çojnë në Rom në ABC News. Të vinë në mënyrë të organizuar grupe të caktuara, jo të rinë një ditë në Molis për shembull, të rinë 2 javë. Dhe pse mos bëjnë bizneset përbashkëta aty, pse mos ndërtojnë dhe familjet përbashkëta. Një gjak jemi, gjaku i shprishur. Kjo është. Profesor, edhe shumë i vjetër edhe le tjetër edhe ka ruajtur 500 sa vjet gjuhën arbërisha, le të jetojë edhe 500 sa vjet të tjera. Ky është qëllimi. Ta bëjmë. Faleminderit për intervistën në podcastin Flasim Arbërisht. Faleminderit jush për ftesën. Kënaqësi. Dhe faleminderit ju që na ndiqni në Artur Nura Channel në YouTube. Na ndiqni në mënyrë të rregull sepse do të sjellim këndvështrime si kjo e sotmja, mjaft interesante të folurit arbërisht. Nga unë Artur Nura, mirupafshim.